Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Muaji mars është shumë i rëndësishëm për sportin e handbollit në vendin tonë. Do të ketë shumë aktivitete pikërisht të këtij sporti në muajin mars. Një prej ngjarjeve shumë të rëndësishme janë dy ndeshje të cilat kanë zhvilluar kombëtarja e Kosovës në handboll në konkurrencën e meshkujve ndaj Ukrainës në fazën e dytë kualifikuese për kampionatin evropian. Qysh po shkojmë punët dhe çka po pritet për këto dy ndeshje, s'besoj që ka dikush më na tregu më mirë se sa selektori i Kosovës në handboll, Bujar Qerimi, me cilin do të diskutojmë pra për pritshmëritë edhe normal ngritjen e kualitetit edhe si ka po ndër këto vite selektori e Curinë e handboll në vendin tonë. Fillimisht mirë se ke ardhur, faleminderit që je pjesë e emisionit sportan. Faleminderit për ftesën dhe jam jashtëzakonisht i nderuar edhe me dëshirë të madhe se kemi nevojë për kësi diskutime, por me mujt me ngrit nivelin edhe vetdijen edhe të qyteteve edhe të lojtarëve edhe çdo send për me ndihmu, por me edhe spaku për rinien me ju tregu një rrugë që ka mundësi edhe në sport, pa marrë parasysh cili sport. Sidomos promovimi para këtyre ndeshjeve është besoj i rëndësishëm në të gjitha mediumet. Po nisim selektor të dielën, pra ka me qenë dita e parë themi ose grumbullimi, ku realisht pjesa më e madhe lojtarëve një listë cilën vetë është publiku në faqet zyrtare të Federatës së handbollit edhe në mediume. Është një listë që është kryesisht ose themi baza ose 80% të lojtarëve janë kosovar ose shqiptar që luajnë në liga të ndryshme evropiane edhe disa kombinim këto që luajnë në Kosovë. A është më e mira mundshme që ke mujt me e bo për këtë fazë duke parashikuar që ka pasur sigurisht lëndime apo ndoshta edhe ndonjë mosardhje në çfarëdo arsye, ndoshta edhe për obligime që janë me klub? Momentalisht është kjo ekipi ma komplet që është e mundur me përzgjedh. Gjithmonë po them sipas mendimit tim se unë fatmirësisht apo fatkeqësisht unë jam ai që duhet me zgjedh. Mirë po i kemi pas një fat pak të keq se Arbios Mushkole është lënduar në kohë të fundit, Jupa është i lënduar për kohë më të gjatë, edhe Shaban Zogaj është njëjtë i lënduar për kohë më të gjatë. Kështu që këta janë në dispozicion lojtarët edhe tjetra e kemi një grup të juniorëve 17-18 që kanë të njëjtën kohë kanë gara për me shku në kampionat botnor, dhe besoj që e mbrin ata, e nuk kam pas mundësi ata me i marë për mos me e dopsu atë grup, e cila edhe ajo është me rëndësi se mbahet në Prishtinë e kampionatin botnor e dëshirojmë, e besoj që me ta është shumë më e pritshme. Patjetër dhe që thaj duhet forca dhe lojtarëve të kombëtarës zinxhirore. E folëm pak para intervistës që është një kohë e shkurtër ku prej dielës deri dielën ka me qenë shumë atraktive në kuptimin që keni me ushtru, keni me udhëtu, keni me bë dy lojë pikërisht, po më mërmendja sigurisht që është loja e handbollit gjithmonë që është sa mbrojtje sa sulm, po ke përgatit një kështu program që prej dielës pastaj të mërkurën kur pritet ndeshja me bos tërvitje, sigurisht kanë me qenë të fokusuar në pjesën taktikore. A mjafton kjo kohë selektore e poshtë në diskutim ndoshta kishte pas qef me pas pak më shumë kohë për rrethana të ndryshme, cilat nuk varen nga ti as nga federata në këtë rast, të ka jap mundësi ose jap mundësi kaq kohë për me u përgatitur këtë ndeshje. Po, fatkeqësisht organizimi i garave në kuadër të IHF-it apo IHF-it e kanë zvoglu kohën e grumbullimeve. Arsyet janë të ndryshme se lojtarët kanë ndeshje të mëdha shumë, gjatë vitit ndodhin 45 deri në 60-70 lojë, kanë disa lojtarë që marrin pjesë në kampionate botnore evropiane, kështu që e kanë fokusu, po e marr shembull, po e shkurtoj, shembull lojtarët që janë seleksionuar shtunën mramje kanë ndeshje, sikur në kampionatin e Kosovës, ashtu edhe në kampionatet e tyne në vendet ku luajnë. Kështu që dillen mëngjes herët duhet ata me marr aeroplanin, të lodhën për ndeshjes, me mbri këtu deri në ora 2 ku e kemi grumbullimin, kështu që me atë lodhje duhet me menaxhu lodhjen e tyne,
mandej gjatë javës e kemi vendos tajten me lujt, zakonisht lujm mërkurën mramje, kështu që i kemi të hanën të martën me menaxhu aspektin teknik, taktik, fizik, lodhje, çdo sen që kemi, mirë po tash e kemi fituar një përvojë më të gjatë në këto grumbullime, kështu që e menaxhojmë pak më mirë, fokusohem në ato gjanat elementare që kemi nevojë me sulmu kundërshtarin apo me umbrojt për kundërshtarit, apo fuqinë apo mangësitë e kundërshtarit për me mund me i menaxhu sa më shpejt. Kundërshtarën përmendëm, pra Ukraina do të jenë 2 ndeshjet që kemi zhvilluar ndaj këtij shteti, thamë edhe në para bisedë, unë realisht nuk ka që kam në njohësi të saktë asoj përket këtij shteti për këtë sport, megjithatë ju sigurisht e keni bërë ato ulëmtimet së bashku me ekipin e juaj dhe dini këto që i përmendet pikat e forta dhe pikat e dobta. Ku mundna me qëndru nëse mundemi me vendos një peshore selektor mes Ukrainës edhe Kosovës me cilësitë cilat i kemi. So mundet me kon dallimi, hajde të themi për neve dhe për ta në të dy elementet, për të mirë dhe për këto dobësi që i kemi. Unë kisha thënë se kualitetet janë parafërsisht njëjta. Me këto kombëtare që janë nivelit ton, detalet e vogla në vendosin. Mirë po i kemi gjasat jashtëzakonisht mëdha, se prej barazimit me Hollandën, ajo pika e Hollandës vlefshmërinë më të madhe e merr, duhet me fitu kundër Ukrainës. Por atë edhe pe ngriti edhe nivelin e angazhimit edhe kërkesës edhe prej lojtarëve. Ata kanë ndryshuar gjeneratën, se para luftës, se 3 vjet po zgjat lufta e tyre, kanë qenë pjesëmarrës kampionatet botërore shumë, mirë po kanë ndryshuar, kampionati i tyre luhet mirë po në mënyra të ndryshme. Po gjithë lojtarët që luajnë janë një pjesë e madhe luajnë kampionatin polak. E kanë një lojtar që është kryesor i luan kampionatin francez. Unë i kam bërë ulëmtimet, i kam bërë analizat e lojtarëve. Ato janë një aspekt teorik. E kam para pa, mirë po ndeshjet sportit, çdo herë asnjë sen çka përgatit mundet me ndodh paprituna. E kështu që me një farë mënyrë do të më qenë më i gatshëm i përgatitur për të papritunat se të pritunat që janë. Ato i dimi kemi pa, edhe gjatë 3 ditëve të para shohim me lojtar video, përgatisim, bëjmë ato bisedat çka kemi nevojë për me qenë të gatshëm, mirë po edhe disa të papritunat do të më i parapa se shumicën e rasteve ndodhin në lojë shumë gjana të papritura. A është përparësi selektor që ndeshjen e parë zhvillojmë në Kosovë, apo ndoshta më mirë të ishte e dyta? Qysh është te pjesa e handbollit, apo krejt varet se si performon? Unë kisha thonë për ka ana jon, më e mirë është që luajmë lojën e parë këto, se kemi në që rrugtimin ton që jemi tu e bo, çdo herë ndeshjet më të mira i kemi bo brenda. Jashtë pak më vështirë. Unë e mojnë men fillimin tim me ndeshjen me Rumëninë, e kemi fituar atje, këtu kemi lujt baraz, mirë po gjitha lojt këtu i kemi pas jashtëzakonisht mira, kështu që ndoshta po gaboj, mirë po më mirë është që e fillojmë në Prishtinë lojën e parë me ta. Po pse që ka me qenë një forcë shtesë publika që pritet me konë në Pallatin e Rinisë, për ndryshe, na si mediumit se i kena marrë biletat edhe ftesat tona, në ndeshjen që kam zhvilluar të mërkurën prej orës 8, prej orës 8, me 13. Se zakonisht të thedhe ti që të mërkureve janë zhvilluar. Pra, të ajten nga ora 8:15 në Pallatin e Rinisë dhe të sporteve, mundeni me ndjek ndeshjen mes Kosovës dhe Ukrainës, që është e vlefshme pra për fazën e dytë kualifikuese të Evropianit 2026. Tregona pak çush është rrugtimi, trener, çush shkon kjo pas kësaj ndeshje, kemi ndeshje tjera apo është kundërshtari direkt, çush vazhdohet ecuria jon në këto kualifikime? Këto 2 lojë tash i kemi me Ukrainën, në këtë kampanjën e 9 mars deri me 16, në vërtet 17 kur kthehemi prej lojës në Lituani, se në Lituani luajnë ata si vendas. Mandej në muajin maj kemi edhe 2 ndeshje me luajmë me Ishujt Faroe këto, edhe me Hollandën e krym ciklin e këtyne kualifikime. Duhet 2 të parat shkojnë në kampionat evropian 2026, mirë po në bazë të numrit pikave
edhe i treti mundet, se 4 tret çdo grupi i vendin e tret, atëherë bëhet shiqimi pika, kështu që me to ka mundësi me shku. E në pika Holandës e ka vleftën, mirë po duhet patjetër Ukrainën me lënë mbrapa neve, me qenë tret, se atëherë automatikisht pikat që i fitojmë humbën. Si 4 i humbën, nuk kanë vlefshmëri. E atëherë nëse kemi fatin lojën e fitojmë me Ukrainën, e besoj unë jam i bindën që po, se i kemi kualitetet kushtet çdo send, mirë po është e nevojshme publiku. Me Holandën e kemi pas një publik pak, e mirë o konë shumë, mirë po me pas qenë pallatin nitetori i mbushun, se atje kemi lujt, unë jam i bindën që lojtarët e kishin fituar 10 pikën tjetër. Mirë po ajo është e kalume, e tash kemi nevojë publiku na ndihmon, se unë jam prej një epoke ku publiku ka qenë lojtari i teti, joni, kështu që e njëjtin rast e shfrytëzoj me i thirrë se është spektakël i mirë. Mandej duhet patjetër edhe një ndeshje me këto dy të parat me i fitu, me ishit Faroe këtu. Holandën ka me qenë pak ma vështirë se ata janë tash të kompletuar. Mirë po, sporti është sport, duhet me shku me bindje që kemi mundësi me e bo. Edhe deri atëherë kohon, edhe deri në maj na kthehen të lëndumet, kështu jemi edhe pak më të fortë se tash. Ato që e përmende, po më përmende që edhe Dardanët, cilët janë tifogrupi zyrtar i Kosovës për çdo sport me buni një thirrje dhe ata, po besoj që ata veç se çdo sport tjetër i kanë biletat e tyre edhe ti shpëndojnë sa më shumë se e përmende, po më përmendja trener që pikërisht pse kur i luajmë ndeshjet në shtëpi, më përmendja që vetë motivojnë lojtarët, nuk kanë nevojë në fjalim të veçantë me përgatitje për ta, sepse e kemi në gjak që qysh me thonë anojmë kur ka publik edhe performanca lojtarit po më përmendja ndryshon. Del jashtë nështë edhe vetës. Po, është e vërtet, unë prap po kthena në lojën me Holandën, unë personalisht se kam jetu 35 vjetë në Benelux në Belgjik, e njoh Holandën, i njoh lojtarët, i njoh mirë, nuk e kam besu, me pas pyet para lojës me lujt baraz, unë e kisha pranu, e kisha nënshkru me gjithë qef. Mirë po, rrjedha e lojës, kemi pas mundësi me fitu pa kur farë problemi, se jemi kanë me një moment edhe +4, mirë po në momentet e fundit lojës, edhe jemi kanë -2. Mirë po kemi gjithë, aty ku kemi ngrit nivel, unë e mendoj, në qatë fazën e fundit -2 jemi këty e kemi barazu, edhe kemi fitu, edhe kemi pas rastin edhe me fitu ndeshjen. Lojtarët e kanë fitu një lloj përvoje, se janë një pjesë e madhe, janë prej kampionatit të Kosovës që kanë shku jashtë, që luajnë shtetet e Evropës, po edhe një pjesë e kemi që janë kriju si lojtarë, janë zhvillu dhe karrierën e tyre që luajnë kampionate të ndryshme, e ky komponimi i lojtarëve vendas, gjithë janë vendas, i pengon me Ligës të Kosovës edhe jashtë, është i jashtëzakonshëm. Edhe kur të kumbullohen është jashtëzakonisht fenomenale, është sa mirë e ndin vetin, sa është grupi i kompletuar. Këtu po do më ndalë tash edhe te pjesa e kualitetit, një kohë gjatë pra dheq kombëtarën e Kosovës në handball. Selektor qysh është prej, hajde të themi ditës parë, sigurisht edhe organizimi edhe strukturat e brendshme të handballit kanë shku duke përparu, duke bu punë më të mirë, duke u mësuar, sepse ndeshjet ndërkombëtare dojnë një farë themi punë pak më ndryshe se sa në zhvillimin ndeshjeve nacionale ose të Kosovës, pra në përgjithësi krejt bashkë të komponente qysh e vlerëson që ka shku deri në ditën e sotme që po flas. Po unë kisha thonë një analizë shkurt kur për kryet e kam marrë, ka qenë pak më e komplikuar për mua, se është e nevojshme konkurenca me pas një grup 20, 22, 24, 25 lojtar, atëherë prej tyne me përzgjedh. Aty është problemi më i madh i imi. Mirë po në fillim ka qenë pak ma e lehtë, nuk po them që ka qenë e lehtë, mirë po grupi lojtarëve ka qenë shumë më i ngushtuar. E tash kemi mrim rana kryene 4 viteve me u zgjonu, tash janë në dispozicion të kombëtarës, janë 22, 23, 24 lojtarë, rruga është e imja, por detyra është e imja me përzgjedh ata lojtarë që janë në moment caktuar më të mirë, prapë po kthehen ato që tash
fatmirësisht apo fatkeqësisht unë e provoj atë përzgjedhje edhe përgjegjësia është e imja. Mirë po në handball nuk është sikur në futboll, se në handball kemi mundësi çdo lojtar me tërhiq, me shtin lojë, kështu që mundësitë janë më të mëdha prej 16 lojtarëve me i përdorur në çdo moment, në çdo kohë. Tash konkurenca apo lojtarët e bankës që e marrin atë nivelin e lojës gjatë 60 minuta, ata janë lojtarë të kyç. Ata që zaventësojnë i pushojnë lojtarët për mos mundi ramja e nivelit të lojës. Kështu që është për këto 4 vite është ngrit. E sa i përket federatës kemi ngritje të organizimit, tash shumë më shumë edhe kur të vinë kundërshtarët, e din kush jemi, përgatiten për me ardhë, din që nuk është, kemi bërë disa suksese. Unë e di që opinioni nuk është i kënaqur se sukses është me shku në kampionat botnor, mirë po mjerisht kampionati apo liga është momentalisht është pak më e dopt, apo kisha thonë shumë e dopt për arsye se shumë lojtarë që i kemi marrë mirë edhe që ata që i marrin prej jashtë, mirë po kemi nevojë për kuadra të re, lojtarë të ri. Kemi diskutuar me kryetarin e ri të federatës, i cili ka bërë një program që me i kthy edhe sponsora që është shumë e rëndësishme në kuptimin që me pru edhe ekspert edhe me prodhu sa më shumë lojtarë për kombëtarën, sepse siç e tham janë lojtarë që pikërisht prej këtu kanë dalë edhe bujnë domethënë karrierë në nivele të respektueshme. Po çka është e mira është që pikërisht një sport kolektiv selektor si handbolli ka shkuar në kampionatin botror pra me vajza. Në këtë vend edhe me djem. Edhe me djem. Po me vajza për herë të parë ka qenë. Po me vajza po, edhe djem të juniorët kanë shkuar në Spanjë. Po në Spanjë. Po flasim për vajza që kishin shkuar vjet në Kin, po çka është interesant si trener, si selektor, duke takuar edhe shumë kolegë, po më merr mendja edhe të degëve tjera këtu në Kosovë. Pse femrat janë më të suksesshme selektorë se sa mashkujt? Kur po them se në sport kemi Malinda Kelmendin, kemi Donjeta Sadikun, Distria Krasniqin, a është puna që mashkujt e marrin pak si më të sigurt sepse realisht kushtet janë shumë më të mira se sa për femrat, apo si është këtë sindrom nëse mujmë me thonë selektor? Koha moderne. Rinia shumë më shumë po i japin tyne qasjeve me telefon, është bërë një jetë pak ndryshe. E tash unë këtë jetë ndryshe unë e pranoj edhe është e mirë. Mirë po është e jonja apo e klubeve me shku me i marrë atë rini, por me mujtë me i josh në për klube. Mirë po momentalisht apo që sa kohë problemi i sponsorimit të klubeve, apo ndoshta me thonë, nuk e di sa janë të njoftum kryetarët e klubeve, mënyrën e sponsorimit apo mënyrën e joshjes këtyne njerëzve që kanë mundësi me ndihmu donatorëve për me mujt me i bind me kriju diçka, aty janë ato gjana që duhet me kërku, po e vërtet është që rinia shumë më vështirë po vendoset prej vetë iniciativës, se përpara po e flasun në kohën atë përparme, para ndërtesës, para rrugës, dalim lujmë. E tash është e organizuar, nuk është më në atë mënyrë se edhe ato fushat që janë kanë për rreth ndërtesa apo dikujt, edhe ato janë mbyllë mjerisht. E tash rruga nuk po krijon më sportista, duhet me shku në për shkolla me i marr, klube duhet me bëhet pamundën me shku me i marr, të paktën janë se futbolli i ka edhe ashtu. Nuk ka nevojë me shku me i marr, por na si sporte kolektive pak më vështirë. Edhe besa krahasimi e sportet individuale ka kohë me një person me punu më shumë, e në grup është pak ma e komplikume se mundemi pas 7 lojtarë, mirë po nëse nuk kemi opozicion me punu ata që ka e bojmë me një ekip që kundërshton apo që e mbron, por me mujtë me ngrit kvalitetin, atëherë është pak ma e vështirë. E aty në sportet individuale edhe ashtu edhe prej kohës ku kam luajtur në boksi ka qenë sport individual edhe kolektiv në njëjtën kohë, po pak më i suksesshëm. Ideja është që ndoshta edhe mentaliteti jonë është pak i gatum kësi forme që ma let ka përcejmë vetë një farë forme selektor se so me bashkëlojtarë dhe në sporte kolektive vynë ma mërmenja shumë sakrificë. Domethënë se
ai që bën gol pezojmë këtë rast ose ai që mbrojt, nuk mund me pa krejt njëjtë, për shembull në shikues si thjesht, sigurisht se mundesh me pa ti kontributin e komplet ekipit deri tek një rezultat. Prandaj e ndërlidha pse e kemi në kësi dallimi. Po edhe këtu kemi lojtarë disa që janë pak më lart, që janë ata lider që udhëheqin e njeh sportin, atë që s'kam nevojë më tregu që çdo ekip kolektive ka lider, ka lojtarë që janë në një mirë po por me informu edhe spektatorët, edhe ata që e përcjellin këtë emision, kombëtarja e U17 verën e kaluar ka fitu turnirin e EHF grupës B. Njëjta kombëtare ka fitu në janar drejtën me marrë në gara interkontinentale për me shku në kampionat botnor. Prap këta djemë se janë një gjenerat jashtëzakonisht e mirë, e tash njëjtën kohë fatkeqësisht se edhe unë jam kanë pjesë e ati grupi kemi punu, e kemi mërru, tash është dasht pak me unda, dhe ata prej 12 deri me 16 kanë kualifikimet në Prishtinë, prap në Pallat Rinis, por me shku në kampionat botnor, e gjasat janë jashtëzakonisht hapuna, se janë krejt lojtarë jashtëzakonisht mirë. Siç e thash edhe unë në fillim është marrë si që ka mu simbolizu temi sa i përket sportit me ndeshjet e handbollit. Kur po flasim për këtë gjeneratën e re, selektor Hakimi, ajo është ky brumi i mirë për njëtar me ndruqe dhe me seniora me arrit rezultate të mëdha. Rezultati më mërmendet që është kualifikimi në ndonjë ngjarje shumë të rëndësishme të handbollit. Pra që kjo temel, a është mund me thonë i gatshëm ose apo pjekët mirë që kjo bërëm për të ardhmen e afërt? Po, normalisht edhe dy është dasht mu kanë selekcionum në këtë selekcionin A. Mirë po është dasht me bo një kompromis, për me mujtë se gjasat për me shku në kampionat botnor janë shumë të mëdhaja të U17, U18 është tash, momentalisht. Kështu që krejt fokusi është botë të ata. Me një tardhme shumë të shkurt, duhet ata me kompletu pa tjetër, se ata janë duke trokit. Detyre imja është me avgjet mundësien, me i tërhjek, me u kriju kushte për me u afru, me u kanë pjesë e kombëtarëve sa. Një prej tyne është një që 2-3 vite, është prej 16 vjetëve, është zbashku, vjen përgatitje, vjen ngumbullime, mirë po thash edhe njëherë, prej 12 deri me 16 është një situatë ku duhet patjetër me bo një kompromis, por me mujtaj me lujt me ta edhe me shku në kampionat botnor gjatë verës, edhe jam i bindën që po. Kjo kështë me qenë, lajmi ma i mirë dhe po besoj që prej datës kur kanë me nisë ndeshjet komplet që të mesjavë që po vjen pra javën që po futemi dal nga dal, me u kështu edhe njerëzit edhe krejt mediumet me ja kështu handbollit edhe t'ju japim sa ma shumë kur ajo edhe as, por edhe djelmoshave trin që po presim me na zbardh thyrën. Mirë selektor, çka po du me të vetë krejt për fund para se me bo edhe thirrjen edhe ti personalisht për krejt ata që dojnë me ardhë me pa dhe edhe që s'dojnë me ardhë me pa njerëzit le të bojmë numër, është pyetja sporti në bollit ka pas traditë, diskutuar pak a shumë, sidomos në rajonin e Ferizajt edhe në disa qytete tjera si Mitrovic, me asakëm edhe hulumtu edhe lexu. Edhe ma mërmendja unë si që shoh, është një sport që i përshtatet shqiptarëve se është agresiv, është atraktiv në kuptimin e fjalës, domethënë ki mbrojtje, ki sulm, ki gjithmonë edhe duele. Çka duhet ose këto që e përmendëm pak a shumë edhe klubet, qysh me i shty pak me kthy ndoshta pak që t'interesojmë, duke di që janë disa elemente që mund me bu për veti një djalë të ri, një qik të ri me u marrë me në batë. Po ka fillu, puna e federatës ka fillu me dhanë pak fryte të vogla, se ka fillu vetëm këto ditë gjatë marsit, prillit, sportet shkollore, ku e kanë shti si sport edhe handballin, për me mojt gara, për me mojt klubet me shku me marrë lojtar të ri, për me i josh me projekte, me punë, me organizim. Unë i kam pa disa në javën e kalume është majt në Podujev, këtë javë është në Prishtinë, javën e kalume edhe në Ferizaj ka qenë shkollat mesme, gjatë prillit është shkollave fillore, pjesë të klasë të 7-8, kështu që ka fillu me u bu. Mirë po unë e kisha bo një ftesë se handbolli është shumë atraktiv.
nuk e di fatkeqësisht në kampionatin e fundit botnor që ka qenë në Kroaci, Norvegji, nuk kemi pas në televizion mundësi me pa, mirë po është bo jashtëzakonisht atraktiv se me një ndeshje nuk është mos sikur ma herët 15 më krye rezultati 15-16, tash janë rezultate 35, 35, 35, 36, 40, 39, ka shumë golla, është angazhimi është maksimal, kontaktet mëdha edhe kanë njerë janë kontakte thuja të boksit, mirë po jo me qëllimet boksit, po ndodhin kontakte tashpra, përgatitja fizike, angazhimi, synimi për me shenu gol, kështu që duhet me ardhë një herë me pa, unë sa herë kam pa dikush që ka ardhë, janë këthyt knaqën me angazhimi, me lojen, tash është tjetër animi, dëshira, kemi dëshirë në Kosova me fitu, mirë po të vim me pa si spektakl, si ndeshje, e mandej animi kish me qenë edhe ma i mirë. E unë e bëj ftesë me ardhë me na ndihmu. Unë e përcjeli krejt sportet, kur e shoh në basketbol sa publik ka, shpesh tham me pas njëjtën publik edhe me qenë të zhurmshëm ashtu, kundërshtarit i kemi 3 golla çdo herë, pa lujt me i dhon golla. Kështu që ajo e ka ndikimin e vet edhe impaktin në kundërshtar. Edhe gjut mjaft mirë edhe porosin që ka selektori kombëtar së Kosovës në handball për këtë themi festival të handballit që na pret javën e ardhshme, kështu që po besoj që i diskutojmë gjanat që janë më të rëndësishme për këtë moment. Unë ju uroj shumë suksese, mas pari shëndet gjithë lojtarëve aty edhe kur të vinë tash edhe gjatë këtyre ditëve që kanë me pas përgatitje, edhe po mendoj që të hanën do të takojmë pra bashkë, do të vim në stërvitje me bëni vizitë dhe me pa dhe pak atmosferën me një kronik me realizu në pallatin e Nisë dhe Kushtrën. Kështu që të falenderoj shumë selektor për kohën. Ishte shumë kënaqësi që diskutuam, se nuk është era parë që realizojmë intervista, po është era parë që jeni bashkë me mua këtu në Urban FM dhe ke shumë kënaqësi edhe unë mësova disa gjëra për handballin. Faleminderit shumë. Ishim me selektorin e Kosovës në handball, zotri Bujar Qelimin, me cilin diskutuam pra për ndeshjet që na presin gjatë muajit mars. Kombëtarja e Kosovës i ka 2 ndeshje ndaj Ukrainës, por jo vetëm seleksioni i kemi edhe Dardanët e rinj që do të jenë pikërisht në Prishtinë, do të performojnë, kështu që ju bëjmë thirrje që të jeni në numër sa më të madh edhe ftesat për ata që dëshirojnë të shkojnë përveç stafit ton. Federata e handballit, kryetari i federatës na e ka dërguar ftesat për ata njerëz që dëshirojnë me ardhmë me pa ndeshjen në pallatin e Rinisë, kështu që na kontaktoni kudo që mundeni, ftesat i keni të sigurta prej federatës. Ka sa i përket kësaj interviste, ne do të takojmë pra bashkë.